Vetëm me limon dhe sot buke, ju do të përgatisni maskën që ju bën të dukeni 10 vite më të rinj. E domosdoshme në çdo familje, soda e bukës është një përbërës i dobishëm si në kuzhinë ashtu edhe në kujdesin tonë natyror. Është një përbërës që ka shumë përfitime për lëkurën, trupin, flokët dhe mund të përdoret si maskë për fytyrën, mbështjese për flokët, zbardhuese për dhëmbët dhe skrap fytyre. Por çfarë i bën soda e bukës fytyrës suaj? Soda e bukës është një përbërës pastrues i cili largon papastërtitë dhe haporet, duke parandaluar formimin e pikave të zeza. Gjithashtu ka efekte të forta antibakteriale dhe veçanërisht të dobishme për lëkurën e yndyrshme dhe papastërtitë e dukshme. Falë konsistencës së saj, bëhet një shtresë e shkëlqyer natyrore që bën lëkurën më të shëndritshme, më kompakte dhe pa të meta. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është e shkëlqyer për vetpastrim të shpejtë të fytyrës në shtëpi, si përbërës në maska ushqyese edhe si shtresë me veti shumë të mira, bazuar në përbërësit me të cilët kombinohen, citon në revista Elle. Skrap fytyre me sot buke dhe mjalt është një alternativë e cila mund të japë shumë rezultate në duken tuaj. Shtresa e bazuar në bikarbonat me mjalt është perfekte për të gjitha llojet e lëkurës, duke e bërë atë më vitale gjithashtu edhe më ushqyese. Përgatitja e kësaj recete është vërtet e thjeshtë. Mjafton të përzieni një lugë çaji sot buke me një lugë gjedhe me mjalt edhe më pas ta bëni masën më kremoze. Duhet ta aplikoni në fytyrë me masazh të lehtë rrethues dhe më pas ta leni ashtu për të paktën 10 minuta. Maskën eksofiluese mund ta përdorni kundër rrullave, ta lini në fytyrë për 10 minuta dhe më pas ta shplani atë me ujë të bollshëm. Kjo do ju ndihmojë në trajtimin kundër këtyre komplikacioneve. Ju mund të realizoni gjithashtu një skrap fytyre duke kombinuar kosin me sodën e bukës. Soda e bukës është një trajtuese shumë e mirë e këtyre shqetësimeve, siç është edhe në përdorimin hidratues në formë skrabi për të pastruar dhe për ta bërë lëkurën tuaj më të butë dhe më të shëndetshme. Për të përgatitur këtë peeling, përzieni një lugë çaji sot buke me një lugë me kos. Shtoni gjithashtu në këtë përbërje edhe pak limon dhe masazhojeni më pas të gjithë maskën butësisht në fytyrën tuaj. Mund ta lini përzierjen të veprojë për të paktën në 10 minuta dhe më pas ta shplani fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë. Më pas e largoni atë me një peshqir për të patur rezultate më të mira. Ju mund të realizoni një skrap fytyre me sot buke, vaj kokosi për lëkurën e ndjeshme dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Soda e bukës do të kryejë gjithashtu një eksofilim të lehtë. Prandaj në kombinim me përbërësit e butë siç është për shembull edhe vaji i kokosit, është perfekte edhe për përgatitjen e eksofiluesve natyral, të cilët do t'japin lëkurës suaj një ndihmë mjaft të mirë kundër këtyre shqetësimeve. Për të përgatitur këtë përbërje, thjesht përzieni një lugë çaji me vaj kokosi të trash dhe një lugë çaji me sot buke duke masazhuar gjithashtu fytyrën tuaj me majrat e gishtave. Pas përfundimit të masazhit mund të lani shtresën dhe ta lini ta veprojë për 10 minuta si një maskë hidratuese. Për ta hequr atë, përdorni gjithashtu ujë të ngrohtë ose pastrojeni lëkurën tuaj me një peshqir për të hequr të gjitha mbetjet e maskës. Ju mund të përgatisni një skrap për pastrimin e fytyrës duke kombinuar dy përbërës siç është soda e bukës me limonin. Ata që kanë lëkurë të yndyrshme dhe me puçra dhe pika të zeza një herë në muaj për të shmangur yndyrën e tepërt të lëkurës, mund të përdorin një shtresë mjaft të mirë hidratuese edhe duke pastruar këto baza me përbërjen e sodës së bukës në kombinim me limonin. Kjo shtresë përgatitet me një lugë çaji sot buke dhe lëngu i limonit, sa për të marrë një masë kremoze dhe të trashë. Më pas këtë përbërje aplikoni në fytyrë dhe masazhoni atë dhe e lini për disa minuta, më pas e shplani me ujë të bollshëm. Një masë e vogël përkatëse, nëse lëngu i limonit nuk hiqet plotësisht, atëherë nuk duhet të ekspozoheni në rrezet e diellit.
pasi mund të krijojë më shumë njolla në dukjen e lëkurës juaj. Aplikimi i këtij skrabi natyral në kushte shtëpie mund të japë rezultate fantastike në dukjen e lëkurës dhe të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e saj. Por si gjithmonë, bëni kujdes me përdorimin e sodës së bukës. Skrabi i fytyrës me sodë buke është një aleat i shkëlqyer për dukjen e lëkurës, por është mirë të shmanget përdorimi i saj në disa raste. pH i bikarbonatit është në fakt 9, që është baza, prandaj përdorimi afatgjatë i tij mund të shkaktojë ndryshime të tepërta të pH-it të lëkurës midis 4.5 dhe 5.6. Prandaj, nëse jeni një person që keni këto shqetësime, sigurohuni që sodën e bukës ta përdorni jo më shumë se të paktën një herë në javë. Maskat me sodë buke duhet të përdoren në mënyrë të kujdesshme në mënyrë që të mos shkaktojnë edhe problema nësore. Si fillim aplikoni në pjesë të vogla të lëkurës dhe nëse nuk jeni alergjik, atëherë mund ta aplikoni atë sipas nevojave tuaja ditore. Soda e bukës është një përbërës shumë i fuqishëm me vlera të çmuara për organizmin dhe mund të japë gjithashtu një mbrojtje më të mirë edhe në dukjen e shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Soda e bukës është një alternativë shumë e çmuar që mund të sjellë rezultate fantastike për ju. Atë mund ta përdorni për pastrimin e lëkurës, por edhe për lehtësimin e komplikacioneve të tjera ditore. Ajo është e përdorur zakonisht edhe në rritjen e brumit ose edhe përtej kuzhinës. Ja se si duhet ta përdorni në lëkurën tuaj sodën e bukës për të patur gjithashtu rezultate mjaft fantastike. Sodën e bukës mund ta përdorni në largimin e problemeve të puçrave. Soda e bukës është një recetë efektive kundër puçrave të fytyrës dhe pikave të zeza. Vetëm përgatisni një pastë me ujë dhe përdorni atë direkt në furçën e fytyrës për të larguar puçrat e saj. Do të keni rezultate fantastike dhe lëkura juaj do të duket akoma dhe më shumë e shëndetshme. Soda e bukës mund të përdoret edhe për zbardhjen e dhëmbëve, por nuk duhet ta përdorni jo më shumë se një herë në javë. Soda e bukës e kombinuar me peroksid hidrogjeni mund të zbardhë dhëmbët tuaj edhe mund të përdoret gjithashtu në lehtësimin e ngjyrave të tyre. Një herë në javë është më se mjaftueshme nëse e kombinoni me pastën e dhëmbëve, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike edhe në dukjen e higjienës tuaj dentare. Gjithashtu soda e bukës do të largojë erën e keqe të gojës. Nëse vuani nga era e keqe e gojës, vendosni një lugë çaji me sodë buke në një gotë me ujë dhe përzieni atë derisa i gjithë përbërja të shkrihet. Atëherë bëni gargar me këtë përzierje dhe gjithashtu do të keni lehtësimin e duhur kundër këtyre shqetësimeve. Përsëriteni procedurën sipas nevojës suaj, por ekspertët këshillojnë që një herë në javë është më se mjaftueshme për të patur rezultate fantastike në higjienën tuaj të gojës dhe gjithashtu në largimin e papastërtive orale. Sodën e bukës mund ta përdorni edhe në shampon tuaj, për t'i dhënë shkëlqimin e munguar shëndetit tuaj të flokëve. Nëse shtoni në shampon tuaj sodën e bukës, atëherë skalpi i kokës do të jetë akoma dhe më i pastër dhe nuk do të keni edhe probleme me zbokthin. Vetëm sigurohuni ta përdorni atë jo më shumë se një herë në muaj. Kështu përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike edhe në largimin e papastërtive. Sodën e bukës mund ta përdorni gjithashtu si një alternativë mjaft efikase edhe për thonjtë tuaj. Përzieni 3 pjesë me sodë buke me 1 pjesë ujë. Për përgatitjen e kësaj paste mund ta aplikoni direkt në thonjtë tuaj, ta lini për të paktën 15 minuta dhe më pas ta shplani me ujë të bollshëm dhe më pas ta thani mirë. Atë mund ta përdorni edhe kundër djersitjes. Soda e bukës mund të përdoret si deodorant natyral. Shtoni disa pika vaj esencial me 4 lugë çaji sodë buke dhe aplikoni nën sjetullat tuaja për të vrarë bakteriet që shkaktojnë aromat të këqija. Ky deodorant natyral do ju mbajë të freskët për orë të tëra. Sigurohuni që të mos e teproni dhe ta përdorni me kujdes dhe gjithmonë në mbikëqyrjen e ekspertit nëse vuani nga shqetësime të ndryshme. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.